tjetër? Shiko, unë jam që ne t'ja lëm kohës dhe të qënë si këto tarifa si do sa prodhim do s'qëllin Shtetet Bashkuara të Amerikës, a i bëjnë mirë këtyre vendeve të tjera të cilat janë tarifuar, varet nga çfarë perspektive e sheh. Unë rreth parë jam shqiptar, jam shtetas shqiptar. Unë dua që eksportuesi shqiptar të shesin në Amerikë pa tarif. Pra nëse ti mua më pyet, unë mendoj që kjo është vendimi i gabuar. Por mos harrojmë që administrata amerikane, si thua, ruan interesat e prodhuesve amerikanë, e kombit amerikan dhe në një kohë kur të gjithë këto vende, të cilat janë tarifuar, kanë pas prej vite tarifash, devijojnë këto tarifa ndaj eksportuesve amerikan, thjesht bën sens që ti mund të tarifosh, me shpresën që ata do heqin tarifat dhe edhe ti do të heqësh tarifat dhe do shkohet në një botë, një tregu të lirë. Kjo është gjithë ideja për mendimin tim. Reciprocitetin tarifa. Doa të zhvendosemi pak Ruel tek një ngjarje tjetër, e cila gjithashtu ka një interes gjeopolitik dhe do një analizë në kuadrin e marrëdhënieve ndërkombëtare, është marrëveshja ushtarake midis Hungarisë dhe Serbisë. Dy ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes të dy vendeve janë takuar në Beograd në prezencën e zotit Aleksandar Vučić, i cili është presidenti i Serbisë. Pse duhet kjo marrëveshje ushtarake midis një vendi antar të NATO-s dhe një vendi jo antar i NATO-s? Shiko, është interesante ai që po ndodh në Ballkan momentalisht, ku ne sot kemi dy aleanca, unë nis me si thua marrëveshje midis Shqipërisë, Kroacisë edhe Kosovës. Një marrëveshje trilaterale, ushtarake, që përfshin kuptohet armatosin e përbashkët, prodhimin e përbashkët, shitblerjen e përbashkët të armëve dhe trajnimin ushtarak të përbashkët, dhe tani nga ana tjetër Serbia po si thua bashkëpunon me Hungarinë për të bërë diçka të ngjashme. Pse? Në shkenca politike, në sistemet anarkike të si thua marrëdhënieve ndërkombëtare, krijojnë atë që quhet dilema sigurisë, security dilemma. Pra ne mund të themi tani që Serbia, duke parë dy kundërshtarët e vet historik në Ballkan, shqiptarët dhe kroatët të armatosen dhe të bashkohen bashkë, mund të ketë një dilemë sigurie dhe të thojë, ore ndoshta këta ne do na sulmojnë. Dhe prandaj ne po bashkëpunojmë me Hungarinë për të bërë një kundërbalancim. Kjo është ideja. Tani unë mendoj që Serbia apo serbët nuk kanë asgjë për të shqetësuar nga fqinjet e tyre shqiptar apo kroat, sepse nuk bëhet fjalë të fare për agresion, këtu bëhet fjalë për një bashkëpunim në kushte kur NATO mund të dobësohet dhe duke i ditur ambicet hegemoniale serbe, udhëheqjet e tre vendeve e kanë parë të volitshme që të ketë një bashkëpunim. Dhe kjo është arsyeja. Por unë mendoj që arsyeja nga ana tjetër pse Serbia po bashkëpunon me Hungarinë është pikërisht kjo, pra është dilema e sigurisë. Një analist tjetër mund të jetë kjo është një marrëveshje që është negociuar dhe është nënshkruar prej kohësh, por u bë publike tani sepse Vučić e pa gjeti shkas për ta bërë publike. Nuk kishte asnjë mundësi për ta bërë publike, sepse ndoshta do duke agresion, jo ushtarak, por duke agresion politik, sepse për çfarë do bësh ti marrëveshje ushtarake me një vend tjetër në momentin kur s'ke rrezik. Tani që e bën shqiptarët dhe kroatët, tani edhe ky e lidhi marrëveshjen me Hungarinë dhe e fundit të marrësisë që do të them, sepse që ka rëndësi ka edhe një prapavi ideologjike këtu. Të mos harrojmë që Don Junior, djali i president Trump, vajti takoi Vučić në Serbinë, kemi folur në këtë emision për takimin në fjalë. Të mos harrojmë që edhe Orbani është mik i administratës Trump për shkak të bindjeve të tij konservatore dhe sovraniste. Dhe si thua, Vučić dhe Orban janë si thua përfaqësojnë një aleancë anti-BE, anti-globaliste, më sovraniste, përballë shqiptarëve dhe kroatëve që janë më pro-perëndimor, më pro globalizmit etj etj. Pra ka dhe prapavi ideologjike në dhe afiniteti filorus. Dhe afiniteti filorus. Dhe them më të rëndësishme sepse unë harrova këtë dhe të falenderoj që e thove. Kjo është në fakt më e rëndësishme, po është e vërtet. Fatkeqësisht kryeministri Orban është pro regjimit të Putinit, nuk e di pse. Ka qenë delja zezë e Bashkimit Evropian, kështu është cilësuar. Gjatë periudhës së luftës Ukrainë-Rusi. Nuk të dëgjova, ka qenë presidenti, më fal.
për shkak të angazhimit që ka patur zoti Orban, Hungaria është cilësuar si delja e zezë e Bashkimit Evropian në luftën Ukrainë-Rusi, për shkak të qëndrimit të tij pro-rus. Po, është e vërtet. Dhe edhe Vučić ka një qëndrim pro-rus, patjetër, sepse është kryeministi i një vendi që është, si thua, ushtari i Rusisë në Ballkan. Po. Pra patjetër janë pro-rus, nuk diskutohet. Sateliti rus. Totalisht, është sateliti rus, e the sateliti i Moskës, e the shumë drejt. Mund të flas pak edhe për si pyetje e fundit, sepse sot nuk dua të lodh shumë, sepse bashkë do jemi të shtunën në TikTok në një debat bashkë me zotin Redi Muçi mbi perspektivën e majtet të djathtë, po ajo është temë tjetër, thjesht po bën një anoncim të shkurtër tash. Pyetja e fundit në të cilën dua të të bëj Roel edhe për sot do të letë lirë, sepse unë edhe me zit kam edhe nuk dua të lodh edhe të angazhoj shumë sot. Dua të mbaj të freskët për shtunën. Vajtja e Dodikut në Rusi. Çfarë është? Është thjesht një azil politik apo është paremrimi i rikthimit më të fortë në Republikën Srpska? Mendoj që është e para, domethënë është një largim që si thua tregon që regjimi i Dodikut në atë entitetin serb të Bosnjës ka merr fund. Të mos harrojmë që atij është nxjerr dhe tani mos që e ka buar unë, po pak me çka kam lexuar ishte nxjerrë një mandat arresti apo diçka e tillë nga një gjykatë në Bosnjë, dhe sigurisht që ai tani është larguar në Rusi, nuk e di është larguar në mënyrë permanente, pra për të mos u kthyer më, nëse është kështu, regjimi i tij ka marrë fund praktikisht, sepse ai si Asadi në mërgim, Asadi i Republikës Srpska mund ta quajmë, në të kundërt ai do kthehet do përballet me akuzat. Çështja është që për mua është lajm i mirë, mendoj për faktorin shqiptar, që Dodik ka një dobësim kaq të ndjeshëm në Republikën Srpska, sepse të gjithë e dimë që një Republika Srpska e fortë është praktikisht një Serbi e fortë, do të thotë një bashkim serbo pra midis Republikës Srpska dhe Serbisë. Ndërkohë që dobësimi i Dodikut është mendoj një garanci për paqen edhe në Bosnjë, por edhe në gjithë Ballkanin. Largimi i tij te Moskës është provë e kësaj, provë e faktit që aty regjimi i Dodikut në Republikën Srpska po i vjen fundi.